Sipas medias greke, Protothema, kryeministri shqiptar Edi Rama ka shkaktuar polemika të forta në Greqi pas deklaratave të tij të fundit në arenën ndërkombëtare. Gjatë fjalimit në Knesset, parlamenti izraelit, Rama deklaroi: "Unë jam katolik, gruaja ime është muslimane, 2 fëmijët tanë më të mëdhenj janë ortodoks dhe më i vogli mund të zgjedhë një ditë të bëhet hebre", duke shtuar se Shqipëria ishte i vetmi vend që kishte më shumë hebrej në fund të luftës së dytë botërore sesa në fillim. Pak javë më parë në Abu Dhabi, Rama u shpreh ndaj gazetarit greko-amerikan John Defterios: "Ti nuk je pasardhës si Platonit dhe Aristotelit, siç mendon." Këto deklarata sipas Protothemos hapin pyetjen: a është vetë Edi Rama ai që pretendon të jetë? Sipas medias greke, Rama ka lindur më 4 korrik 1964 në Tiranë me emrin Edvin Kristaq Rama, të cilin e ndryshoi zyrtarisht në vitin 2002. Babai i tij, Kristaq Rama, ishte skulptor i njohur gjatë regjimit komunist dhe sipas Protothema kishte marrëdhënie të ngushta me pushtetin e kohës, madje duke u përfshirë në vendime të errta të diktaturës. Nga ana e nënës, Aneta Rama, e lindur në Vuno të Himarës, Protothema pretendon se origjina e familjes është greke dhe jo nga Mirdita, siç ka deklaruar vetë Rama. Media greke citon regjistrimin e Komisionit Ndërkombëtar të viteve 1913-1914, ku Vuno përshkruhet si fshat me popullsi dhe shkolla greke. Sipas të njëjtit burim, edhe paraardhës të familjes së babait të Ramës lidhen me zona si Dardha e Korçës, e cila në ato periudhë, sipas regjistrimeve ndërkombëtare, kishte popullsi greke dhe disa shkolla greke. Protothema akuzon Ramën se sipas saj paraqet versione të ndryshme të origjinës së tij pa prova konkrete, ndërsa njëkohësisht shfaq një qendrim të ashpër ndaj gjithçkaje greke dhe një afrimitet të fortë politik me Turqinë e Recep Tayyip Erdogan. Media greke ndalet edhe te karriera e tij politike dhe personale, nga basketbollisti dhe piktori tek ministri i kulturës, kryetar bashkia i Tiranës, e më pas kryeministër 4 mandate radhazi. Sipas Protothema, Rama është promovuar ndërkombëtarisht edhe përmes lidhjeve me qarqe akademike dhe politike greke në fillim të viteve 2000, përfshir programin Kokalis në Howard, një fakt që sipas medias lidhej me origjinën greke të nënës së tij, gjë që Rama e mohon. Në fund, Protothema vën në dyshim edhe narrativën shqiptare për shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, duke pranuar ndihmën e dhënë, por duke theksuar se numrat, sipas saj, shpesh egzagerohen dhe se regjimi komunist i Enver Hoxhës më pas persekutoi besimtarët e të gjitha feve, përfshirë hebrejt. Të gjitha këto, sipas medias greke e Protothema, ndërtojnë një portret kontradiktor të Edi Ramës mes deklaratave publike, origjinës familjare dhe politikës së jashtme që ai ndjek sot.